Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshores. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë një mesazh në fakt të dy, nga që sot nuk arrita dot, voni postova ato të javës. Një mesazh për sot dhe një për nesër. Një oracle dhe një tarot. Të dashur peshor. Kjo më jep këtë ndjesi. Jeni një njeri që sjell gëzim, stabilitet dhe kujdes për të tjerët. Ti ndryshon atmosferën aty ku shfaqesh, qoftë në punë, në familje apo mes shoqërisë, por ndoshta nuk e ke parë veten si mrekulli, sepse je mësuar të japësh dhe të japësh pa ndalur, të dashur peshor. Ndërkohë që mbretëresha e monedhës të fton të kujdesesh për veten, por sa kujdesesh për të tjerët, të dashur peshor, të ndërtosh balancë mes punës, emocioneve dhe jetës praktike. Ti je shtylla e shumë njerëzve që i ke përreth, por nëse nuk mbështet veten, gjithçka bie. Çfarë duhet të bësh konkretisht, të dashur peshor? Mos e nënlerso veten. Vlera jote nuk është vetëm në atë që bën për të tjerët, por edhe mënyrën se si e ruan veten. Do thotë, jo vetëm atë çfarë bën për të tjerët, por dhe atë çfarë bën për veten tënde, të dashur peshor. Vendos kufi të shëndetshëm. Mos u jep më shumë atyre që nuk të japin asgjë mbrapsht. Shijo jetën, shijo më shumë. Një balancë kërkohet, të dashur peshor, këtu. Të duash veten, po dhe të tjerët, por dhe veten. Nuk je këtu për të punuar e për të përmbushur pritshmëritë të tjerëve. Këtë mos e harro, të dashur peshor. Ndero atë që ke ndërtuar. Familje, siguri, mirëqenie janë pasojë e punës tënde. Mos harro të vlerësosh. Reflektimi për ju, mrekullia më e madhe është kur njeriu mbron qetësinë e vet. Energjia jote ushqen të tjerët. Mos harro të ushqesh dhe veten, të dashur peshor. Jo gjithmonë do artrokitje tregojnë suksesin nga të tjerët. Ndonjëherë është heshtja, paqja dhe një tavolinë plot. Në kuptimin e saj, me miq që të duan ashtu siç je. Ti je themeli i çdo gjëje. Forcoje dhe duaje veten më shumë se ç'bën, apo të paktën atë çfarë bën për të tjerët.